Delegacionet negociatore nga Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbërritur në Pakistan për të marrë pjesë në një raund të ri bisedimesh paqeje, të cilat do të zhvillohen këtë fundjavë në Islamabad. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, i cili do të udhëheqë delegacionin e Washingtonit, deklaroi se SBA-t janë të gatshme për negociata konstruktive me kusht që pala iraniane të veprojë me mirëbesim. Ai paralajmëroi se çdo përpjekje për manipulim mund të ndikojë negativisht në qëndrimin amerikan, duke shtuar se presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë udhëzime të qarta për ekipin negociator. Bisedimet zhvillohen në një klim të ndërlikuar diplomatike. Kryetari i Parlamentit iranian ka kërkuar që të arrihet një armpushim në Liban përpara nisjes së negociatave, duke shprehur edhe pasiguri mbi ecurinë e procesit. Në të njëjtën kohë, zyrtarë libanez kanë bërë të ditur se një takim mes përfaqësuesve të tyre dhe një delegacioni nga Izraeli pritet të mbahet në Washington për të diskutuar mundësinë e një armpushimi dhe zgjerimin e dialogut. Megjithatë, Izraeli ka deklaruar se nuk do të përfshijë në këto bisedime një armpushim me grupin Hezbollah, duke e bërë edhe më kompleks kontekstin rajonal. Një tjetër pikë e paqartë mbetet nëse armpushimi dyjavor mes SBA-ve dhe Iranit përfshin edhe teritorin libanez. Ndërkohë, sipas raportimeve, autoritetet pakistaneze konsiderojnë organizimin e këtyre bisedimeve si një arritje të rëndësishme diplomatike. Qeveria në Islamabad ka shpallur një pushim dy ditor, ndërsa në rrugët e kryeqytetit janë vendosur tabela digjitale që promovojnë takimet, gjë e cila reflekton ambicien e vendit për të luajtur një rol ndërmjetësues në krizë. Ekspertët paralajmërojnë se dështimi i negociatave mund të ketë pasojë serioze për rajonin, përfshirë edhe rrezikun e përfshirjes së Pakistanit në një konflikt më të gjerë me Iranin. Pavarësisht kësaj, në opinionin publik pakistanez, bizotron një ndjenjë krenarie dhe optimizmi për rolin e vendit në shmangjen e përshkallëzimit. Këto zhvillime vinë në një moment delikat për stabilitetin global, ndërsa shumë vende shpresojnë për një ulje të tensioneve dhe rikthimin e sigurisë në rajon, përfshirë edhe rihapjen e rrugëve strategjike detare, si ngushtica e Hormuzit.